marrëveshje të reja për korridorin vertikal të gazit. Korridori vertikal i energjisë po shfaqet si një mjetkyç i strategjisë së re transatlantike, për forcimin e sigurisë energjetike dhe sigurimin e furnizimit të sigurt të Europës juglindore, në epokën e gazit, pas Rusisë. Vullneti i qartë i Shteteve të Bashkuara për të mbështetur në mënyrë aktive formimin e një boshti të unifikuar energjetik në Europën qendrore dhe lindore, u demonstrua nga takimi i dieshëm i ministrave të energjisë në Washington, i cili ishte një vazhdim i konferencës së energjisë pitek të mbajtur në Athinë nëntorin e kaluar, duke konfirmuar qëllimin transatlantik të zgjerimit të rrugëve të gazit amerikan në tregun evropian. Në takimin e nëntorit në Athinë ishte prezente ministra Balluku. Po dje kush ishte prezent në Washington nga pala shqiptare në nënshkrimin e marrëveshjes? Takimi, i organizuar nga Shtëpia e Bardhë dhe Këshilli Kombëtar i Dominimit të Energjisë, mblodhi së bashku përfaqësues nga më shumë se 20 vende, zyrtar të lartë të qeverisë amerikane dhe më shumë se 50 kompani energjie dhe investimesh nga 13 vende. Por kompanitë ishin kryesisht ato greke dhe nga pala amerikane, ishin gjigantët e energjisë dhe investimeve si Berkshire Hathaway, Cheniere Energy, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Glencore, S&P Global, Shell USA, Siemens Energy dhe Woodside Energy Group. Prania e korporatave tregon se korridori vertikal nuk është vetëm një iniciativë politike ndërshtetërore, por edhe një fushë me interes të madh biznesi, me qëllim përfundimin e kontratave afatgjata të LNG-s amerikane dhe financimin e infrastrukturës së re energjetike. Sipas informacioneve të besueshme, nënshkrimi i një memorandumi mirëkuptimi midis kompanisë greke Metlen dhe Shell u nënshkrua dje në Washington, në kuadër të marrëveshjes për korridorin. Me marrëveshjen e re, Metlen, e cila deri më tani ishte ndër importuesit kryesor të gazit natyror rus nëpërmjet Gazprom, po përshpejton strategjinë e saj të diversifikimit të furnizimeve të saj në përputhje me realitetin e ri europian dhe transatlantik të energjisë. Shell, një nga prodhuesit dhe tregtarët më të mëdhenj të gazit në botë, dhe Metlen, një lojtar dominues në tregun e gazit të Europës juglindore, janë të dyja të listuara në bursën e Londrës, indeksi FTSE 100. Sipas memorandumit të mirëkuptimit, të dy kompanitë do të furnizojnë dhe tregtojnë gaz për periudhën 5 vjeçare 2027-2031, me dorëzim në impjantet greke të pritjes dhe gazifikimit në Revithusa dhe Aleksandropoli. Korridori vertikal i gazit parashikohet gjithashtu të ketë akses në tregje të tjera europiane, përtej atyre në Europën juglindore. Shell, si blerësi më i madh i gazit nga Amerika, është në një pozicion të fortë për të mbështetur nevojat në rritje të furnizimit me gaz natyror përmes portofolit të saj global, aftësive të avancuara të transportit dhe ekspertizës së gjerë në treg. Me këtë mbështetje, Metlen shfaqet mëtej si një lojtar i madh i gazit natyror në rajon, duke rritur likuiditetin e tregut, ndërkohë që kontribuon në sigurinë energjetike të rajonit dhe shfaqjen e Greqisë si një qendër rajonale e energjisë. Me rëndësi të veçantë ishin gjithashtu nënshkrimet e kontratave shumëvjeçare për furnizimin e LNG-s amerikane nga Atlantik si LNG Trade SA, si përmarrja e përbashkët e grupit aktor dhe depa e Mborias, me 4 vende në rajon. Këto marrëveshje kanë të bëjnë me bashkëpunimin tregtar dhe furnizimin me gaz natyror, duke forcuar gjurmën e Greqisë në hartën rajonale të energjisë. Në mënyrë specifike, u nënshkruan marrëveshje me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë të Shqipërisë, kush e përfaqësonte Shqipërinë, teksa ministra Balluku nuk mund të dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë pas masave të Spakut. Marrëveshje u nënshkrua me kompaninë publike bullgare të gazit natyror Bulgargaz, me Alumini Industries dhe MT Group Abraham nga Bosnia dhe Hercegovina, si dhe me Naftogaz të Ukrainës. Informacionet tregojnë se ky është një grup i parë marrëveshjesh, pasi marrëveshjet e ngjashme janë të afërta të nënshkruhen edhe me vende të tjera, ndërsa më shumë detaje mbi shifrat dhe sasitë financiare pritet të shpallen në orët në vijim. Më pas vendet dolën me një deklaratë të përbashkët, përmes së cilës kërkohet bashkëpunim në një nivel rregullator, financiar dhe komercial që më parë nuk ishte i garantuar. Sipas deklaratës, vendet pjesëmarrëse forcojnë qëndrueshmërinë e tregjeve të gazit natyror, duke shfrytëzuar plotësisht infrastrukturën ekzistuese dhe duke vazhduar me investime të reja aty ku është e nevojshme. Sigurojnë qasje transparente dhe jo diskriminuese në infrastrukturën e energjisë në Europën qendrore dhe lindore. Promovojnë harmonizimin e bursave të gazit dhe përmirësimin e kornizave rregullatore të çmimeve. Angazhohen për heqjen e barrierave rregullatore që mund të kufizojnë importet e gazit, infrastrukturën e re ose stabilitetin afatgjatë të tregtisë së gazit. Mobilizojnë kapitalin publik dhe privat, duke përfshirë agjencitë e kreditit të eksportit dhe institucionet financiare shumëpalëshe. Riafirmojnë bashkëpunimin strategjik me Shtetet e Bashkuara për të rritur sigurinë energjetike dhe për të parandaluar manipulimin ose shtrëngimin përmes energjisë. Teksti u nënshkrua nga ministrat e energjisë dhe përfaqësuesit e
Republikës Greke, Bullgarisë, Hungarisë, Polonisë, Rumanisë, Slovakisë, Moldavisë, Ukrainës, Kroacisë, Lituanisë, Serbisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga burimet amerikane rezulton se Shqipëria nuk është pjesë e hartuesve të marrëveshjes, por thjesht blerës i gazit amerikan. Nga ky kanal dhe nga portali unmast.al, e kemi thënë dhe theksuar, pas fitores së presidenti Trump, se ai do të hyjë fuqishëm në Ballkan mes Greqisë. Dhe ja ku po ndodh. Por sa e çuditshme, aq edhe e pritshme është që Shqipëria të braktiste Europën, Azerbajxhanin për gazin, Turqinë dhe të gjithë aleatët strategjik dhe menjëherë. Shqipëria i shkoi nga pas Amerikës, nëpërmjet Greqisë, nga e cila do të marrë gaz natyror të lëngshëm në çmim më të shtrenjtë. Korridori bazohet në infrastrukturën tashmë të zhvilluar, nga Greqia deri në Poloni, duke lejuar rrjedha dypaleshe dhe fleksibilitet në shpërndarjen e ngarkesës. Një realitet i ri në Ballkanin Jugor dhe lindor kryesisht, me prezencë absolute amerikane dhe me vend lider Greqinë. Epokë e re, nga e cila Shqipëria e vjetër nuk po përfiton asgjë, përveç se do të paguajë më shtrenjtë çmimin e gazit natyror. Mast Channel. Please subscribe.